Gjemat, është vështirë ta kuptojmë se çka është kjo botë. Derisa nuk arrin të beson bindshëm me iman, ti e vlerëson. E që ne ndoshta mos themi që nuk kemi nevojë për dynjan, sigurisht që kemi nevojë për dynjan, por jo aq sa që ti mos ta kupton se kjo dynja është pa vlerë. Puno për të aq sa i mbulon atë që Allahu është i kënaqur me ty, dhe ajo të jetë shkaktare se vepçarët hyjnë në xhenet, ta fiton ahiretin. E që për ndryshe, dynjaja është e mallkuar. E mallkuar është Allah. Tha Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam, kjo botë është e mallkuar. Dhe të gjitha që janë në të janë të mallkuara përpos dhikri Allahut, përpos përmendja Allahut, dhe çka ka të bëjë me përmendjen e Allahut, dhe ata që janë dietar, dhe ata që marrin dituri të fesë Allahut. Prandaj ke kujdes.